Benita, e acaruar nga talljet e lëndrimit, vendos të reagojë menjëherë dhe i afrohet me vendosmëri. Ajo e shikon drejt në sy, fytyra e saj e skuqur nga nervat dhe zëri i ngritur duke u bërë i dëgjueshëm për të gjithë banorët që janë afër. Lëndrim, mos mendoni se më ke bërë të famshme ti. Thot ajo me ton të prerë dhe të sfiduar. Asgjë nuk ka të bëjë me ty. Nuk është për shkak të këngës tënde apo kujtdo tjetër që njerëzit po më njohin. Nuk ke bërë asgjë për mua. Ajo përpiqet ta tregojë se nuk do të lejoj që dikush të marrë meritat për suksesin e saj dhe nuk ndalet me kaq. Me një shikim që nuk lë vend për diskutim, ajo shton. Dhe diçka tjetër që dua të them. Duket qartë se ty të pëlqejnë më shumë meshkujt se sa femrat. Kjo është e qartë nga mënyra si sillet dhe nga fjalët që thua. Banorët që ndodhen afër mbeten të habitur, disa nga ta fillojnë të qeshin, disa të tjerë thonë mes tyre se kjo është një përplasje serioze. Lëndrimi duket i shokuar për një çast, duke mos pritur këtë reagim të drejtë për drejtë, por shikon Benitën me një shikim që tregon se e ka marrë seriozisht. Po, shiko. Nuk është se po luaj me ty, vazhdon Benita, duke e parë direkt në sy. Sillesh si dikush që nuk e ka vendin këtu, dhe është e qartë se nuk mund të menaxhosh asgjë. Njerëzit e kanë kuptuar që ti si e për femrat. Lëndrimi tund kokën, tenton të përgjigjet, por tensioni është aq i madh sa sytë e banorëve janë të gjithë mbi ta. Atmosfera bëhet e nxehtë dhe të gjithë kuptojnë se ky debat nuk është vetëm një ngacmim i zakonshëm, është një përplasje që mund të shndërrohet në diçka më serioze ndërmjet tyre. Benita vazhdon të flasë me vendosmëri, duke mos i dhënë asnjë mundësi lëndrimit për të mbrojtur menjëherë. Ajo duket e vendosur që të tregojë se nuk do të lejojë që dikush të nënvlerësojë ose të tallet me të, dhe shpreh çdo fjalë me një dozë të fortë sfide. Ndërkohë, banorët përreth fillojnë të komentojnë mes tyre. Disa duke qeshur, disa të shqetësuar.